Synon atje ta barazon rezultatin me një treshe tjetër. Dukes një mismatch atje. Samir Zekici mbetet me Dukesin, i cili e vjedh të tope ndërpren sulmin. Çfarë shuti atje, çfarë gjuajtje nga 8 metra. Khalil Dukes sonte një mini seri prej 8-2. E vjedh të topik në kundërshton DeAndre Burns. Dhe pas 17 minutave loj, e porsia e par 33 me 31, 12 pike, 6 kërcime nga Jerry Cole Helms. Dion Hajosaj, shpejt lëviz topi, Andrew Bailey përgjigjet në treshe me treshe. Do të jenë 12 sekonda për sulmin. Khalil Dukes atje për Bailey, bashkëpunojnë Dukes dhe Bailey. I heshtur sonte në pjesën e parë. Dukes tenton dhe pjesën e dytë me treshe e fillon Khalil Dukes. Një seri e shpejt. Janë gjenduar atje Dasyl. Ufa, treshe e Khalil Dukesit. Edhe rinin Kuqeze duke përkrahur skuadrën e tyre. E ka ndjerë se është momenti për t'i përkrahur kur Jerry Cole Helms ka shpërthyer, po lufton atje Helms dhe Bailey. Realizon me foul, kosh foul Andrew Bailey. E do bon topin i cili e prek Burnsin. Plus 12 për Prishtinasi, 3-55 deri në fund. Jerry Cole Helms tentojnë, nuk realizojnë, më i larti në kërcim është Dukes. Është ky kërcimi i 4, i ka 9 pikë deri tash. Dukes për herë të parë në vijnë gjuajtjeve të lira në debutimin e tij. Është i sakt, realizon pika e 10 e Khalil Dukesit. Është lojtari i 4 të Stigal Prishtina me pikë 2 shifrore, nga 16 kanë Bailey dhe Burns, dhe tani e 11 Dukesit dhe nga 11 kanë Dukes dhe Kramer. Shumë interesant. Burnsin, i cili tenton treshen e huq më i larti në kërcim. Aron Dasyla sonte me vërtet me këto kërcimet e tij. Po e bën dallimin, po ndihmon skuadrën. Gabim në hapa Tarin Todd. Aronit tepër i dekoncentruar në pjesën e dytë Tarin Todd. Zdish ka ndodhi me to. Thunë se ka pi Bensedin në pjesë loj. Totalisht i pa koncentruar dhe i indisponuar për loj. Dhe vjen Khalil Dukes me treshen e tij të 4 sonte. 14 pikë të Khalil Dukesit. 4 treshe nga 5 centime, 80% efikasitet për 3 pikë, i jashtëzakonshëm është Dukes. Wilson për Jerry Cole Helmsin, i cili lufton, tenton mbi Dion Hajosaj, nuk realizon, mbetet 63 me 76, kemi hyrë në 100 sekondat e fundit. Wilson dhe Dasyla, shpejt shkon topit e Khalil Dukes, i cili realizon. Atyre pikëve të Tarin Todd, Dukes, kur te ka Gjosaj, i cili realizon edhe njerë. Dion Hajosaj për 11 me 4. Pika e 4 të Dion Hajosajt. Ma problem realizon Jerry Cole Helms, aty ku e la e vazhdoj për barazuar në 38 me 38 rezultatin. Do të tenton edhe një herë Dukes për 3 pikë. Kësaj radhe është i saktë Khalil Dukes.
Terin Todd, po më zhgënjimin e trajnerit Kakuzës. Todd nuk ja lejon atë vërtim Dukes. Kramer, 2 blokada, ullet përpushuar janë më pak se 4 minuta deri në përfundim të çerekut të tretë. Terin Todd, shinin mbrojtjen e Khalil Dukes fenomenal. Teksa vjen kundër sulmi Jerry Cole Helms. Po vazhdon loja më e mirë e vllazënimit në çerekun e katërt. Khalil Dukes ndale në gjysmë distancë për të përgjigjur, qëllon 58-61. Arriti të qëllon për 9-4. Por edhe një right top tek Adrio Bailey, i cili qëllon njëherë, por Kakruki lufton në kosh, nuk realizoj. Vazhdon sulmi, e gjen Khalil Dukes, i cili tregohet i sakt. Dukes. Dojët në gjithë në distancë, Khalil Dukes realizon. Skuadra e bashkimit kthehet në loj në disponim të timët mirë. Larg paraqitjeve që ka pasur në fillim të kampionatit. Clarence do gjuan edhe një herë për 3 pikë. Edhe një herë qëllon Elijah Clarence. Qa në shurtën në 7 pikë dhe realizuara në fillim të ndeshjes. Clarence 5-4 është nga loja. Topi vjedhur edhe njeri. Krye qytetas e Teksa në kundër sulm realizon Adrio Bailey. Shohim topin e vjedhur të Altin Morinos. E më pas aksionin e krye qytetas. Altin Morina i vëmendshëm. E merr edhe njëra top për të vazhduar sulmin e skuadrës. Bardhë e kaltër, Teksa Dukes qëllon nga gjysmë distanca. Nëse Zai Suroi në Prizren, gjithë një ndeshjet e kupës din të jenë interesante dhe cilën rivalitet. E për dallim me duelin e fundit, Marina realizon tek të cilët nuk përshkonte asgjë. Ndërsa ka shkaktuar faul Malcolm Armstead. 1 minutë e 24 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë. Khalil Dukes për herë të parë në vjen e gjuajtjes së lirë. 8 pikë të tij e qëllon të parën. I saktë edhe një herë për 32-36. Teksa pasur teknike është Dukes në vjen e gjuajtjes së lirë. Qëllon Khalil Dukes. Nuk është i saktë topi në duart e Adrio Bailey. Dukes. Ndërtimin bukur ja krijon hapësirën aty Valmir Kakruki.